Po, jemi në regjistrim. Përshëndetje. Prap nga Sheq Marinas ju përshëndesim, kemi ardhur sot edhe jemi me 3 bashkëfshatar të ish ushtarit të Peshkepijës, Arsen Gjini, i vrarë në masakrën e Peshkepijës. Është ditë Pashkësh dhe sot ka njerëz këtu. Ditët e tjera janë të zënë me punë, prandaj erdhëm këtu pa u përgatitur, pa furça, pa gjeksu, thjesht fare të komunikojmë me 3 veta, me qenë se na u gjendën këtu afër, ndoshta më vonë komunikojmë edhe me ndonjë tjetër. Kështu që jemi këtu në Sheq Marinas, mund të shtëpia e Arsen Gjinit. Edhe do komunikojmë me këta të 3 që i kemi, që kanë ardhur duke filluar nga mosha më e madhe, pastaj me këtë, pastaj me këtë tjetrin. Përshëndetje një herë. Përshëndetje, unë jam Kozmas Sinari, banus i fshatit Sheq Marinasit. Arsen Gjini ka qenë një djalë shumë i mirë. Kur themi ka qenë djalë i mirë, ka qenë një djalë i sjellshëm në të gjithë familjet që janë këtu rreth nesh. Edhe si familje? Edhe si familje, janë familje shumë të mirë. A e bani me në momentin kur ka ardhur fjalla? Po, kur ka ardhur fjalla, ka ardhur një fjallë tronditëse për neve. Sepse ai ishe djalë që zgjendesh këtu në fshat. Ishe djalë shumë i mirë. Si e përjetoni gjithë këtë 31 vjet pa u marrë asnjë mas, pa u zbarë, pa shkuar në Neve mendojmë, sepse politikantë, e them në këtë prizëm, që ai që a quajnë ata nuk shumë... Alfred Beleri është. Alfred Beleri është shkaktar. Edhe i thanë që është shkaktar dhe më në fund asgjë nuk bëhet. Kjo është gjë më e keqe për neve këtu. Sepse për atë ai nuk duhet qasur të shkelte këtu për mua. Ka mbështetje. Por mbështetja që është nga lart, edhe këta e bëjmë në tepër politikanë. Po. Këta janë, si të tonë, përfitim për vete, jo se për... Ja japim fjallën për para pak ditësh, kur komunikuam bashkë në telefon, më thejë që në qoftë se Arseni do kishte 4-5 fishekë, historia... A ishte djelë fukaraj, djelë me zemër të madhe. Dhe historikun po të shiko që ka dhe në ta, është ndeshur ushtar lartë fizikisht. 5 fishek po të kishtë do ishe ndryshe historia. Se ne kemë për vetë ushtri dhe garantina, nuk e di kushtë ata urdhim, garantina ka ushtar të vjetër me armë, parës e sëllia të rime. Me fishek, po, zakonisht po. Plus i këta ishin në mojnë e 4. Edhe në ditën e fundit janë vrarë. Okej. Ne nga ka ngellë pengë dhe kemi ndjekur historinë e Belerit që nga undalua, aty edhe kur gjenë armët ati edhe armët janë me numër serie, po t'i futet stedion, janë ati. Tani kemi ndjekur aq më shumë nga të gjithë se ka qenë djalë i gjallë dhe na ka ndodhur ne si fshat. Parësi se familja është po janë jashtë, nuk halli i shpërndan njerëz si kudo. Në momentin kur ka ardhur fjala që u vra, më the që ke qenë aty. Kemi qenë dhe në varrim në Fier kur te varrat e dëshmorët. Po edhe momentin kur erdhi babai. Momenti i jati ishte lart për pinte kafe. Edhe u kuti fare se kështë djalën e madhe ishë shumë të lidhur bashkë. U i ra të fikët, ha? Po, kur ka marru garantinën djali, ka aty, andaj më vjema dhe garantinën kështë marruar, do ishtë ishin më armë. E ka thënë kjo klub gjivu qa pi la zgjini, tha. E ka pinë këtë verë, sa shupin dhe jatë. Këtë janë një tike që kemi jetuar aty në. I lidhur shumë me te dhe dha shpirt, vdiqë shpejt të babaj i Arsenit. Pas kësa, ka ndodhur pak edhe e mori koditja. Ca vite e këshu. E mori koditja që në atë kodë, një kodë, e përjetoj shumë dhimësëm. Ju jeni paka shumë një mosh, apo jo? Jo, ne me këta me zotërin këtu jemi një mosh. Një mosh, po. A i ka qenë me vogël. Faktikisht, realiteti që ndronë që tërë si fshat dhe si zonë, për atë djallë që u rriti, kur hande korën e bugus, hande dorën, se kështu ka funksionuar në Shqipëri, dhe të ndodhi një skenë tillë, dhe këta pilafar gjinjë që merren me biznese, me Fredi Bilerin, dhe si që janë gjetë se ka prova, po ndikojnë në mes vese paraja, se Fredi Bileri është i kapur. Se neve ndjekim disa gjera, goj thena, unë kam rjetur shumë kohë në Athinë. Unë si ben, po të atakoj sot Fred Bilerin, unë direkt e vras. Puna është mos të shkem të vetëgjitësia, puna është të shkem të drejtësia. Po pikërisht ndikojnë këto gjëra para arsye pse do thoshti, se këtu nuk ka shtet.
Shteti është ligj zbatues për mua. E ke që me madhe është se këta po e ndihmojnë, po e promovojnë, po e ngrenë Ta me detyrë. gjithmonë po i japin të drejtën atij me ç'kemi ndjekur. Po. Si ka mundësi? Edhe ne pyetëm, Jetën edhe ne armë. habitemi. Me edhe ne doktorin Janin, ti bëhet kontrolli edhe në shtëpi. Se i kemi dëgjuar, kemi biseduar, vinë gojthena, dalin historitë. Tregohen si pralla. Edhe Po, këtu- ka lënë këtu- pa ndëshkuar njëri. Po, këtu po e përjetojnë ti gjithë dhimbjen shumë të madhe. Se mos tani kur u bë Shumë e rëndë falikisht. E habitshme është edhe ajo, a ju bën përshtypje kur e shikoni që jo vetëm këta opozita jonë dhe qeveria greke, po edhe Bashkimi Evropian, edhe e bëjnë e pranojnë si eurodeputat një njeri që ka bërë burg prapë, që ka vjedhur vota, që ka nxitur e urrëtitjen etnike si Fredi Beleri. A ju bën përshtypje që dy fjalë për atë punë që Evropa e mbështet? Na bën shumë përshtypje kjo. Me këto llafe që u thanë këtu, ai duhet ishte arrestuar me njëherë, edhe duhet ishte i bllokuar që mos lëvizte fare. Si njeri i rrezikshëm për shoqërinë. Atë Ishte them. shumë njëri i rrezikshëm, se vrau 2 veta. Dhe dy vetë. do kishte vrarë dhe me, po. Po, ai mori armë. Për ju, qa është kjo mbështetje amerikane? Si e vlerësoni? I mbështetja evropiane që e kanë në krye të vendit atje. Kjo për mua është një shkelje drejtave e njeriut. Se s'ka mundësi një gjë e tillë. Edhe një nëpërkëmbje jona, shumë e madhe e Shqipërisë. Neve nuk gjejmë fjalë të shprehemi kur dëgjojmë. Për atyre këta. ç'ke për t'ju thënë ti për si të kaloj pastaj tek ti, për ndaj evropianëve. Po çfarë mund të themi? Të zbatojnë ligjet dhe të kërkojmë drejtësinë. Të distancohen nga hapi njerëz të krahun, tillë. nga njerëz të tillë. Po, të mos i lejnë aty, të mos i kenë të paktën për krah, se neve na thonë jemi evropianë dhe nga ana tjetër mbështesin Dhe njerëz mbështesin hajdut njerëz vota se hajduta njerëz dhe kriminal. kriminala. Po fiks. Kështu funksionon. Kjo është besë edhe për ju me dinë. Autoritetin e Parlamentit Evropian e ul fare, se ne njohim mirë, ne që njohim. Edhe besueshmërinë tonë për Po, te. patjetër se ka dhe këtu në Shqipëri që komentojnë që nuk e njohin janë të lartë. Ne që kishim djalin ton të fshatit tu dhe e dim sa një ishte edhe ne e njohim më mirë Belerin, e kemi më të studiuar. Po pra, po. Në çdo hap që shedhur andeja, sa burr ka bërë atje për çau donoti u gjendën në anën të shtëpi. Edhe ul autoritetin e tyre si Parlamenti Evropian që ne dim kush ky kriminal. Nga ju ta filloj për drejtësinë shqiptare, çfarë do kërkonit për këtë rast që ka, domethënë çfarë do kërkonit? Po. Për këtë rast duhet gjendur fajtori. Dhe fajtori është i gjendur, por qeveria nuk bën asnjë përpjekje. More janë bashkë, janë shumë veta që nuk Edhe duan. tjetra është, kur ai tani u thati nga shqiptar që është vrarë si këti janë, dhe pse u zgjodh deputet në atë krahin që ishte andejan? Për çfarë? Për çfarë përfaqëson ai? Ai Përfaqëson shtetin Grek. grek, Po, po, apo shtetin shqiptar? Kështu që ai duhet eliminuar për neve. E si emrin tani do prezantohesh në fund. Emri juaj thati? Emri im është Kozma Sinani. Ta gëzoni, të jeni mirë. Se janë edhe po emri juaj ti? Emri im është Arben Dimo. Ta gëzosh Arben. Unë tani atë dua të them që një thirrje për drejtësinë, për spakun në radhë të parë, çfarë ke për të thënë? Spaku të marri masa për këtë person, se ky nuk i shërben. Janë dhe disa me te, janë dhe disa të tjerë, kanë qenë 8 veta. Politikan të tjerë. Edhe Janë politikanë, pilafexhinj, edhe që mbështesin gjëra të tilla. mbështesin të tillë njeriu. Ne kërkojmë vetë drejtësi. Faleminderit. Po, Unë jam Lazar Hena. Tani spaku po të dojë rihap prapë me gjithë të luftë bravo t'jo dhe tyje që po e bën. mora unë e kam për detyrë, duhet ta bëj se Për detyrë kemi shqiptarë të jemi, tërneve, po shqiptarë sa- jemi. Jo të sa rrinë. tëjse, s'ka rëndësie. Po. E ta rihapin edhe them që po të dojë të ketë iniciativë të shkojë deri në fund. Dele drejta. Uroj që ne vitin tjetër kur të jemi këtu, të jemi të lirë dhe shokë, si që jemi tani, edhe për festa dhe pa festa, kurse Beleri të jetë në vendin që e meriton, atje ku i ka bërë hakun. Inshallah. Ju përshëndes dhe të gjithë të mira. Gjithashtu